Gentian Meda, punonjës i policisë së shtetit, mbeti i plagosur gjatë aksionit për arrestimin e një 35 vjeçari, i dënuar për vepra të rënda penale, që kanë të bëjnë me pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik të qenjeve njerëzore. Në përpjekje për të arrestuar Klodian Mazarin, i shpallur në kërkim dhe i dënuar nga gjykata e Romës, oficeri i policisë Meda ka rënë nga një lartësi muri, duke pësuar dëmtime kryesisht në kokë. Për shkak të dëmtimeve të rënda, oficeri i policisë u transportua me helikopter në spitalin e traumës, ndërsa drejtoria e policisë vendore Dibër njoftoi se ka arrestuar 35 vjeçarin e shpallur në kërkim në fshatin Kërqisht të Maqellarës në Dibër. Mësohet se përveç Gentian Medës, që ka mbetur i lënduar, edhe një efektiv tjetër ka pësuar dëmtime të lehta gjatë aksionit të policisë për të arrestuar Dibranin për llogari të shtetit italian. Sipas njoftimit zyrtar, Nazarit i kanë mbetur për të shlyer edhe 6 vite, 7 muaj e 2 ditë burg për veprat penale si trafik narkotikësh, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe shfrytëzim prostitucioni në Itali gjatë viteve 2010-2020.